Dashi. Sot, ndjenja e krijimtarisë do të bëhet shoqëruesja jote më e ngushtë. Në punë, mos nguro të ndash idetë tua novatore me kolegët pasi mund të hapin dyrë të reja. Nëse ndihesh i mbingarkuar, bëj një pauzë dhe shijo një moment qetësie për të rivendosur energjinë e brendshme. Financat kërkojnë kujdes, është më mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme për momentin. Në dashuri, hap zemrën dhe dëgjo partnerin me ndjeshmëri. Nëse je i vetëm, një takim i papritur mund të sjellë një shkëndijë të re në zemrën tënde. Kujdesu për shëndetin duke bërë një shëtitje të lehtë në natyrë. Ndërsa dita përfundon, reflekto mbi arritjet e tua dhe falendero veten për gjithçka që ke bërë. Demi. Në këtë ditë janari, energjia qëndron në ajër duke sjellë mundësi të reja. Është koha ideale për të bërë plane që lidhen me karrierën tuaj, pasi idetë tuaja do të jenë të qarta dhe të realizueshme. Mos hezitoni të ndani mendimet me kolegët, pasi bashkëpunimi mund të sjellë përfitime të papritura. Në anën e zemrës, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë në forcimin e lidhjes suaj. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndezë xixat. Kujdesuni për financat duke shpenzuar me maturi, një investim i vogël sot mund të sjellë fryte të mëdha në të ardhmen. Shijoni qetësinë e mbrëmjes për të reflektuar mbi arritjet dhe për të planifikuar me optimizëm ditët që vijnë. Binjakët, mundësitë e reja po trokasin në derën tuaj dhe është koha të hapni zemrën ndaj tyre. Një bisedë e rëndësishme sot mund të sjellë qartësi në çështjet e zemrës, duke ju ndihmuar të harmonizoni ndjenjat me partnerin. Në punë, intuita juaj është aleati më i fortë, besojini asaj për të marrë vendimet më të mira. Financat po kërkojnë vëmendje dhe planifikimi i kujdesshëm do të jetë çelësi për një stabilitet afatgjallë. Energjia pozitive do t'ju mbush me një ndjenjë rinovimi që meriton përqafim. Meditimi ose një shëtitje e qetë do të ndihmojnë në balancimin e mendjes dhe trupit. Përqendrohuni në të tashmen dhe përfitoni nga çastet e vogla që sjellin lumturi të përditshme. Harmonia është brenda arritjes tuaj. Daforia. Dita e sotme sjell një ndjesi të re freskie dhe qetësie. Zemra juaj mund të ndjejë një val emocionesh të thella, ideale për të ushqyer lidhjet me ata që doni. Në punë, një projekt që keni lënë menjam për një kohë të gjatë mund të marrë përparësi. Mos hezitoni të hidhni hapat e nevojshëm. Financat mund të kërkojnë vëmendje të shtuar, është e rëndësishme të mbani një ekuilibër mes dëshirave dhe nevojave. Ndryshimet mund të duken të vogla, por ndikimi i tyre do të jetë i qëndrueshëm. Ndonjëherë, detajet e vogla bëjnë diferencën më të madhe. Kjo është një ditë e përsosur për të reflektuar dhe për të ndjerë bukurinë e çdo momenti, duke lënë pas tensionet e vogla. Luani. Sot ndjen një frymëzim të veçantë që të drejton drejt horizonteve të reja. Në dashuri, zemra jote mund të ndjejë nevojën për të ndarë më shumë ndjesi me partnerin. Kjo është një ditë e mirë për të komunikuar me sinqeritet dhe për të dëgjuar atë që thot zemra. Në punë, idetë tua mund të sjellin zgjidhje të reja dhe frymëzuese. Mos hezito të ndash mendimet me kolegët, pasi bashkëpunimi mund të sjellë përfitime të mëdha. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe ruaj një qasje të matur. Ndjenjat e ngrohtësisë dhe optimizmit do të shoqërojnë gjatë gjithë ditës, duke të bërë të ndihesh i plotë dhe e sigurt në vetvete. Ndiq intuitën dhe kënaqur me bukurinë e çdo momenti. Virgjëresha. Dita e sotme do të sjellë një qetësi të mirëpritur për ty, do të gjesh kohë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Nëse diçka ka mbetur e pathënë, sot është dita për ta ndarë me dikë të dashur. Në punë, angazhimi yt do të çojë drejt përparimeve të reja. Mos u frikso të marrësh iniciativën kur të paraqiten mundësi të reja. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të ruhesh nga shpenzimet impulsive. Kjo është një kohë e mirë për të bërë plane afatgjata. Ndjehesh i engazëlluar dhe me energji, duke të lejuar të përballesh me sfida të vogla me lehtësi. Ndaj mendimet pozitive me të tjerët dhe shijoje harmoninë që sjell kjo ditë. Dëgjoje intuitën tënde dhe ndiq zemrën tënde. Peshorja. Dita e sotme ofron mundësi për reflektim të thellë mbi ndjenjat dhe marrëdhëniet. Në dashuri, është momenti i duhur për të komunikuar hapur me partnerin dhe për të zgjidhur çdo keqkuptim. Nëse jeni beqar, përqendrohuni në ndërtimin e marrëdhënieve të reja me një qasje të sinqertë. Në punë, përqendrohuni në prioritetet tuaja dhe mos u shpërqendroni nga detajet e vogla. Mund të hasni një sfidë të papritur, por intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjes. Kujdesuni për financat tuaja duke ruajtur ekuilibrin mes shpenzimeve dhe kursimeve. Merrni kohë për të pushuar dhe për të rigjeneruar energjitë tuaja. Një shëtitje e qetë do të ndihmojë për të qetësuar mendjen dhe për të rigjetur harmoninë e brendshme. Akrepi.
Sot, ndjenjat do të shfaqen me forcë dhe zemra do të flasë më shumë se zakonisht. Koha e kaluar me të dashurit do të sjellë ngrohtësi dhe afrimitet. Nëse keni plane për të diskutuar temat delikate, sot është dita e duhur. Në punë, kreativiteti juaj do të jetë në kulmin e tij, duke tërhequr vëmendjen e kolegëve dhe e prorëve. Është momenti për të ndarë idetë e reja që keni mbajtur për brenda. Financat do të kërkojnë pak kujdes, shmangni shpenzimet e pamenduara dhe fokusohuni në menaxhimin efikas. Ditët e fundit kanë qenë të ngarkuara, prandaj një moment reflektimi do t'ju ndihmojë të rigjeni harmoninë e shpirtit. Mos harroni të kujdeseni për veten, duke u dhënë vëmendje nevojave tuaja emocionale. Shigjetari, sot ndriçimi i yjeve ju sjell një ndjenjë të fortë optimizmi dhe energjie pozitive, si një dritë që udhëheq rrugëtimin tuaj. Në dashuri, lejojini ndjenjat të rrjedhin natyrshëm dhe mos keni frikë të tregoni më shumë nga vetja. Partneri juaj do të vlerësojë çdo gest të mirëkuptueshëm dhe të sinqertë. Në punë, përpiquni të përqendroheni në projektet që keni zvarritur. Sot është dita për të bërë përparime të dukshme. Financat do të përfitojnë nga një qasje më e organizuar. Është koha të rivlerësoni buxhetin dhe të hiqni dorë nga shpenzimet e panevojshme. Ndryshe nga zakonisht, sot ndjeni një lidhje të veçantë me natyrën. Një shëtitje e gjatë do t'ju qetësojë mendjen dhe do t'ju mbush me energji të reja. Britsjapi. Mëngjesi i sotëm do të jetë i qetë dhe i mbushur me reflektim. Në dashuri, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat tuaja pa rezerva dhe sinqeriteti do të sjellë afërsi të reja. Në frontin profesional, vlerësoni mundësinë e bashkëpunimeve të reja. Hapja ndaj ideve të ndryshme mund të sjellë sukses. Financat kërkojnë pak vëmendje, mos u nxitoni në shpenzime të mëdha derisa të keni një plan të qartë. Ndonjëherë, gjetja e ekuilibrit është çelësi i lumturisë. Ndërkohë që dita ecën, përpiquni të gjeni momente qetësie për veten. Një shëtitje në natyrë do të freskojë mendjen dhe shpirtin. Kujdesi për veten dhe të dashurit tuaj është themeli i lumturisë së qëndrueshme. Besoni në rrugëtimin tuaj. Ujori. Sot ndjeni të mbushur me energji pozitive dhe keni dëshirë të përhapni mirësinë ndaj të tjerëve. Në dashuri, komunikimi është qelësi. Provoni të ndani ndjenjat tuaja me partnerin dhe do të shihni përmirësime në marrëdhënien tuaj. Në punë, krijimtaria juaj është në kulm. Mos keni frikë të shfaqni idetë tuaja, sepse ato mund të sjellin zgjidhje të reja dhe interesante. Financat duken të qëndrueshme, megjithëse është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Mendoni 2 herë para se të bëni investime të mëdha. Në përgjithësi, zemra juaj është e qetë dhe e hapur ndaj mundësive të reja. Kujdesuni për veten dhe relaksohuni duke kaluar pak kohë në natyrë ose duke medituar. Fryma juaj kërkon qetësi. Peshqit. Sot, një ndjenjë e qetë do t'ju përshkojë zemrën, duke ju shtrirë të reflektoni mbi përvojat e fundit. Në dashuri, sinqeriteti do të ndihmojë të zgjidhni çdo keqkuptim me partnerin. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë buzëqeshje të reja. Në punë, intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të mençura, duke ju ndihmuar të gjeni zgjidhje të thjeshta për sfidat e mëdha. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet e tepërta. Kujdesi për detajet do të sjellë qetësi në buxhetin tuaj. Sot, meditimi dhe ushtrimet e lehta fizike do të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit emocional. Lejoni vetes momente për të ëndërruar dhe për të përqafuar mundësitë e reja që ju ofrohen.